nga 80.500 lekë të reja në 84.500 lekë të reja, plus shtesa për kushtet e punës dhe ushqimit që çon pagën mesatarisht në 100.000 lekë të reja. Për nënkomisarët, paga do të rritet në 101.000 lekë të reja, që me shtesën për kushtet e punës dhe po ashtu për ushqimin shkon në 116.000 lekë të reja. Për komisarët, paga do të rritet në 110.600 lekë të reja dhe për shtesën në funksion të kushteve të punës dhe plus ushqimin do të shkojë në 125.600 lekë të reja. Dhe për drejtuesit e thjesht, paga do të shkojë 141.450 lekë të reja dhe po ashtu me shtesën do të shkojë në 156.450 lekë të reja. Është një rritje tjetër reale, sepse këta evident, ky jam unë, kjo është Partia Socialiste e Shqipërisë. Dhe një tjetër shënim i javës, gjeti dhe progres raporti 2025 për Shqipërinë. Raporti ka vlerësuar me superlativa atë që është quajtur përparimi i pashembull, progresi i pashembull i Shqipërisë në procesin e anëtarësimit në Bashkimin Evropian, me hapjen e 5 nga 6 grup kapitujt për negociatat në vetëm 11 muaj. Uroj dhe besoj që do të hapim me grup kapitullin e 6 përpara përfundimit të këtij viti. Dhe duke ju kujtuar të gjithë se si disa e përqeshnin apo e nënçmonin atë që unë thosha se në 2027 do të mbyllim negociatat me Bashkimin Evropian, duke më thënë se kjo ishte një shpikje dhe kjo nuk kishte asnjë lidhje me vullnetin e Bashkimit Evropian, progres raporti e thot shpremisht që ne kemi treguar se jemi gati të plotësojmë teknikisht kushtet për përfundimin e negociatave brenda vitit 2027. Pse? Sepse ta e bine, ky jam unë, kjo është Partia Socialiste e Shqipërisë. Dhe shënimi i fundit i kësaj jave të shkurtër lidhet me vendimin e gjykatës kushtetuese për të rrëzuar dekretin e presidentit dhe faktikisht edhe vendimin e qeverisë për shkarkimin e kryetarit të Bashkisë së Tiranës. Ka disa rrjedhime logjike nga ky vendim që unë dua t'i rinënvizoj pasi i kam shprehur edhe paraprakisht. Spari, siç duket, dhe nuk është hera e parë që duket për gjithë ata që duan ta shohin, unë nuk i pas kam kapur të tëra pushtetet. Kjo është fare qartë, apo jo, dhe është një gjë e mirë që duhet ta pranojnë dhe ata që faktikisht e kundërshtojnë jo mbi të vërtetat, por mbi të pavërtetat. Së dyti, nëse Tirana nuk do të ketë zgjedhje deri në 2027, dhe kushtetuesja mendon se kryebashkiaku i Tiranës nuk mund të largohet përveç se me zgjedhje, atëherë këtu jemi përballë një disproporcioni të dyfisht, disproporcionit të mbajtjes tij në qeli në dëm të lirive dhe drejtave kushtetuese të tij si person dhe si zgjedhur për të drejtuar qytetin, por dhe disproporcioni në dëm të së drejtës kushtetuese të popullit të kryeqytetit për të shërbyer nga i zgjedhur i vet, apo jo. Dhe streti vjen logjikisht çdo njeri normal që nuk sheh tek qëndrimi i kushtetueses qëndrim të verbër kundër qeverisë por hapa në dëm të madh Tiranës, por sheh një qëndrim të vendosur parimor, nuk ka se si të mos pres që me të njëjtën parimësi, kur të gjykoj para burgimin e tij, kushtetuesja ta kthejë Erion Velia në detyrë për të vijuar procesin gjyqësor në gjendje të lira. Më duket se edhe kjo është gjë më normale. Tani, e para dhe e dyta janë sigurta, përsëris. Pika e tretë mbetet për tu parë, ndërkohë që unë dua të theksoj edhe diçka tjetër. Çfarë do është thënë
secili ka drejt të çfarë doj, nuk ka thënë të vërtetën lidhur me arsyen e shkarkimit të kryetarit bashkisë. Nga qeveria, si redhoj e vendimit të marrë nga Partia Socialiste në Këshillin Bashkiak. Sepse e vërteta është shumë e thjeshtë. Tirana duhet drejtuar. Tirana nuk mund të jetë një trup pa kokë. Kryeqyteti i Shqipërisë ka nevojë për të zgjedhur e vetë mbi krye. Kështu që kush ka në dorë ndihmoj në zgjidhjen e këtij ngërçi absurd, duhet kujtohet se përtej të gjitha teorive të tjera të konspiracionit, kryeqyteti nuk mund trajtohet si jetim për vite me radhë. Ky është një skandal në vetvete dhe është një skandal për cilin qytetarët e Tiranës paguajnë një kosto dhe kryeqyteti paguajnë një kosto çdo ditë.